Dhe tani e kemi edhe trajnerin Adis Beqiragiqin, shumë me njëherë të shfrytëzojmë. Coach, very nice game, good game. What was the key to this win? I think tonight, most of the game we played good defense. We controlled the rebound, which was very important. And after that, most of the offenses, it was good organization. So it was good game, but we again had, many times that we focus going down that we don't want to see in our team. That's just first half of the game. We are 23 up, but it means nothing. We have a next Wednesday game, cup game. This Saturday we have a game against again Bora. We will play a league game, so we will play 2 more games against them, and I hope that about the cup games, we will win also. I hope the second half too. Thank you very much. Thank you very much. Pra, e pyeta shkurt çka ka me thonë për këtë ndeshje, çdo gjë i shkoi si duhet, po tha, çdo gjë ka shku si duhet dhe Chelsea fitores ka qenë mbrojtja e mirë, kemi luajtur mbrojtje të mirë, ama pastaj edhe sulmi ka ardhur vetvetiu. Një gjë e cila nuk më ka pëlqyer ka qenë kjo rënja në lojë dhe dekoncentrimi, sepse ishim përpara, vetëm 23 pikë dallim. Tha kjo është vetëm pjesa e parë e kësaj serie gjysmëfinale. Javën e ardhshme të mërkurën e luajmë ndeshjen edhe në Prishtinë, ndërsa me Borën do të ndeshemi edhe të shtunën, pra do t'i kemi edhe 2 ndeshje me të njëjtën skuadër, pra duhet të marrim shumë seriozisht, të përgatitemi dhe 23 pikë, pra sipas trajnerit Adis Beqiragiqit duhet të jemi të koncentruar dhe për tokë ishim fjalët e tij. Ndeshja tjetër, pra thash, në Prizren ka përfunduar me rezultat 83-67 për Bashkimin. Do të jenë 2 ndeshje interesante, të dyja të mërkurën e ardhshme do të jenë në Prishtinë nga ora 18:45 në Pallatin e Sporteve të Rinisë. Sigar Prishtina pret Bashkimin, kurse Bora Trepçën. Nga Unagon Fehmiu, në emër të Efekt Media, e cila realizoi sonte për Art Motion, kaq për sonte nga palestra Minatori.